Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu për gjithë familësitë e tij, salavat me pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, e më pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Jemi duke komentuar një prej haditheve të pejgamberit alayhis salam që na flet për vlerat hynore. Rujtja e vlerave hynore është shumë e rëndësishme të ndershëm vëllezër. Rujtja e dispozitave, rregullave, normave që i ka sjellë Allahu xhalla xhelaluhu është me prioritet dhe do duhet të ishte me prioritet për besimtarin, sepse Zoti Allahu xhalla xhelaluhu edhe për këtë na ka krijuar, që ne të ruajmë dispozitat, ligjet, rregullat, qofshin ato në formën e urdhërorës ose ndalesa ose të formave të tjera. Prandaj jemi duke shpjeguar një prej thënieve të pejgamberit alayhis salam, hadithin e Ebu Thalib al-Khushani radhiyallahu anhu, ku rrëfen se pejgamberi alayhis salam ka thënë inna Allaha farada faraida fala tudayyi'uha. Allahu juve ju ka urdhëruar, ju ka obliguar me obligime, mos i neglizhoni ato. Wa hadda hududan fala tantahikuha, dhe ju ka përcaktuar norma, mos i shkelni ato. Këto dyja i kemi shpjeguar në ligjëratën e ditës së Ajte, kanë mbetur dy nga këshillat e pejgamberit alayhis salam dhe nën 3 wa harrama ashya'a fala tantahikuha, dhe ju ka ndaluar juve gjëra, mos i veproni ato. Të ndershëm vëllezër, këshilla e tretë, ndalesa e tretë, urdhri i tretë që ka ardhur këtu është se Zoti i Madhërisht ju ka ndaluar gjëra, pra ka bërë gjëra haram. Ajo që njihet në gjuhën e fesë, haram është e ndaluar. Rrepsisht e ndaluar. Mos i veproni ato. Dhe këtu hyn të ndershëm vëllezër të gjitha ndalesat. Çdo gjë që është e ndaluar e ka ndaluar Allahu xhalla xhelalu. Fillimisht ne duhet të besojmë Allahun hak, duhet të besojmë që Allahu është ligjvënësi, ai merr vendime. Nëse ka marrë vendime për më na urdhëruar diçka, duhet me kuptuar që është në dobijen tonë, të mirën tonë, sepse përmes këtyre urdhëresave ne afrohemi te Allahu. Këto urdhëresa janë shkak kryesor i jetesës të qetë tonë, sikur që është shtyllat e Islamit, namazi, agjerimi, zakati, haxhi, urdhëresa të mirë, pengesa nga e keqja e të tjera norma, janë pjesë e jetës tonë. Pa këto na son jetojmë. Janë plotësimet tona, shpirtërore, mentale, fizike, sociale, kështu me radhë. Dhe në të kundërtën e tyre, janë ndalesat që e shkatërrojnë njeriu. Për atë arsye dhe janë ndalesa. Unë po i numroj, edhe pse janë të njohura tek ju, mirë po, për hir të aspektit obligim moral, unë po e shoh rrugës me i numëru disa ndalesa, çfarë dami na shkaktojnë këtë botë, haramet, ndalesat, qoftë në rrafshin pra të besimit, qoftë në rrafshin social, shëndetësor, familjar, kolektiv, madje këtë në këtë botë, e për në botën tjetër domethënë dënimit janë shumë të papara. Pra, fillimisht të ndershëm vëllezër, ne duhet ta kuptojmë që rezultati shkatërimeve të popujve të hershëm janë gjunahet. Allahu xhalla xhelaluhu i ka shkatëruar shumë popuj tek komunitetet e hershme, të pejgamberët e hershëm, si rezultati i gjunaheve. Këtë ligj nuk e ka larguar Allahu xhalla xhelaluhu. Ky ligj ekziston deri në kiamet, mirë po me forma tjera. Allahu xhalla xhelaluhu ja ka dhënë besën pejgamberit alayhis salam se nuk do ta shkatërroj ummetin tan në tërësi, çush i ka shkatëruar popujt e mëhershëm. Allahu xhalla xhelaluhu përpara një popull, një shtet, një komunitet e ka shkatëruar për një herë, e ka bërë helaq. Ja ka dhënë besën pejgamberit alayhis salam se nuk e shkatërroj ummetin tan. Për shembull, sot jemi afër 2 miliard musliman. Allah ja ka dhënë besën pejgamberit alayhis salam se nuk i shkatëron këtë për një herë. A ka mundësi me shkatërru dikon? Po. Me tërmete, me luftra, me fatkeqësi, shpesh herë vëllezër i ndëgjoni në ligjërata që i justifikojnë, po ky ligj i Zotit, ndodhi tërmet po thuaj që ka roshi, ka robor kur gjë nuk u bën. Jo vëllezër, kjo çështje është shumë serioze.
Allahu xhelle xhelalu ka në për argumente, nuk ka qef, çështu ka në për hadithe. Allahu nuk ka qef mi aprish disponimin e robit vet. Llogaritni me dridh tokën. Kur ju ngjumë njerëz. E pse po dridh ka toka? Po ligji i Zotit. Kjo është më e lehta me thonë. E mirë, ajo në krejt ata burrat mirë, edhe po dridhët toka, edhe jo vëllazër. Kjo është shkak i gjunohë, shkak i lëshimit të normave, dispozitave, as më shumë as më pak. Këtu janë komentuar vëllazër pikos sahabëve, i kanë komentuar hoxhallar para neve. Edhe na nuk do të jemi indiferent ndaj kësaj, nuk do t'ja u bëjmë njerëzve rrafsh, që na i kemi çaq punë të mirë, që dridhët toka, edhe ndodh kjo, edhe ndodhin vërshime, edhe krejt janë të natyrshme. Jo të ndershme vëllazër, por janë shkak i mëkateve. Pra, mëkatet prishin e raportet me Allahun xhelle xhelalu. Gjunahet e individit, familjes, shoqërisë prishin e raportet me Allahun xhelle xhelaluhu, siç dhe Allahu thot: "Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim." Allahu nuk i don ata që janë teprues të mëkateve. Allahu nuk i don ata. Derisa nuk e don Allahu dikon, patjetër se e prish edhe raportin me te. Pastaj mëkatet e vëllezër, gjunohet shkaktojnë hidhërimin e Allahut xhelle xhelalu. Gjunohet shkaktojnë hidhërimin me Allahun. Çysh do duhim me kuptu çit segment. Në momentin ka thonë dietarët islam që një person bën gjunohe dhe nuk ja vënon veshin gjunohit, ose nuk e kanë konsiderat, ai ka shkaktuar hidhërim me Allahun. Tani është problem që edhe nëse falet, edhe nëse lutet, edhe nëse bën, ai ka qit një barikadë mes tij dhe mes Allahut. Pra, për atë arsye do të moruna mos me shkaktu hidhërimin e Allahut, se e shkaktum zemrimin e Allahut, o problem lutjet tona me mritë e Allahut, ibadetet tona me mritë e Allahut, sepse Allah e mbyll derën. Andaj duhet me pas kujdes. Muadh ibn Jabeli radhiyallahu anhu transmeton një thënie, thotë un ka porosit pejgamberi sa me 10 porosi. E un po e përmendi vetëm një. Më ka thënë: "Iyyake wal ma'siyah." Iyyake në gjuhën arabe është kujdes, se është rrezik. Kujdes, i ka thënë pejgamberi sa mos që afron mëkateve. Fa innal ma'siyata halla sakhat Allah. Sepse mëkati, gjunahi e ja hap derën hidhërimit Allahut. Këtë hadith e kanë nxjerrë Imam Muhamedi, hadithi është i mirë. Pra, kujdes o Muadh, kujdes o musliman. Mos prek në gjuna, se gjunahi lejon hidhërimin e Allahut. I hap rrugë e hidhërimit të Allahut. Në momentin që hidhërohet Allahu xhelle xhelalu, tham rrezikohet ibadeti. Gjithsesi të ndershëm vëllezër, shumëta janë, po i numëroj kalimti disa prej mëkateve, se kemi nevojë t'ia kujtojmë edhe vetvetes, t'ia kujtojmë edhe familjarëve, sidomos në këtë muaj të begat. Hidhërimi të ndershëm vëllezër shkakton që Allahu me harru dikon, me lan, mos mu marr me ta. Kështu ka përmend Allahu në Kur'an. Ai që bën gjunahe edhe smirët nuk mirët në përmisimin e gjunaheve, Allahu xhelle xhelal e lën mazdore. Llogarit Allahu më na harru zotë rume. Me të harru prindi edhe është mesele e madhe. Llogarit me të harru prindi, mi prish raportet me prindin, është gjuna për gjuna të mëdha. Po Allahu me të harru, po Allahu me të harru në ditën e gjykimit, është hala më e madhe. Për atë arsye Allahu thotë: "Wala takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum." Mos u bëni si ata që e harruan Allahun. Do më nuk u morën ata as me Ramazan, as me namaz, as me obligime, po dhe gjunohëve i grahin, fa ansahum anfusahum, Allahu bëri që ta harrojnë vetveten. Do më thonë, Allahu xhelle xhelalu ka bërë që ata me harru vetveten nga vlerat e kësaj bote, edhe në ditën e gjykimit nuk i merr Allahu parasysh. Pastaj të ndershëm vëllezër, dietarët islam thonë se gjunahet asgjësojnë të mirat që Allahu xhelle xhelalu jep dikujt. Asgjësojnë bereqetin. Allahu jep mall dikujt, kapital, mirë po nuk ka bereqet, nuk ja shehajnë në shkurt. Këtë kjo si rezultati gjunaheve. Thot Allahu xhelle xhelaluhu: "Ma asabe min musibetin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir." Allahu thot nuk ka fatkeqësi e cila ndodh vetëm se është rezultat
prodhim i durrëve t'juja, i gjunave durrëve t'juja, edhe pse Allahu fal shumë. Pra, në momentin, edhe kjo është një prej argumenteve që e thash në fillim, që kjo është një prej argumenteve të shumta në Kur'an, që deri në kiamet ligji i Allahut për me qut dënim të njerëz ekziston, por jo në masë, jo në mënyrë globale, me shkatru për shembull ka do që janë muslimanë, ose ka do që janë popujt me shkatru, jo, por aja çan një individi, një familje, një shoqëri, një komuniteti, po, deri në kiamet ekziston kjo. Po Allahu këtu po e specifikon vetë bima kesebet eidikum. Rezultat, por gjunat janë rezultat i durrëve t'juja. Ju një ata që keni shkaktuar gjunat. Fatkeqësit në fakt. Fatkeqësit. Si rezultati i gjunat t'juja kanë ardhur fatkeqësit. Edhe pse Allahu në fund të ajetit çfarë po thotë? Wa ya'fu an kathir. Allahu fal shumë, sepse Allahu po t'i merrte njerëzit, siç thot në citatin tjetër, nuk do të lënte asnjë krijesë mbi sipërfaqe të tokës. Mëkatet të ndershëm vëllezër e privoj njeriu nga furnizimi. Kështu ka thonë pejgamberi alayhis salam. Ka thonë gjunahet e privojnë njeriu nga risku, nga furnizimi, e pengojnë me artë e furnizimi. Atëherë, në momentin kemi shumë raste që edhe na paraqiten, hoq s'po më gjej punë, po munohen as s'po gjej punë, nuk e di çka u bë, po mbyllen dyrë. Pra në radhë parë, personi duhet me kthyer raportin me Allahun xhelaluhu, pra me u pastru me Allahun dhe mu shmo nga mëkatet. Po ashtu të ndershëm vëllezër, gjunahet e privojnë njeriu nga punët e mira. Si ja mundson Allah me punu dikujt punë të mira. Sikur tash ka një Ramazani, çdo natë po thotë pejgamberi sa një me laçe të tjerë. O ti që don me bë mirë, eja se tash është koha. O ti që don me bë keq, ik se nuk është koha. Edhe në Ramazan nuk e gjon të bë mirë ato. Edhe në Ramazan ai gra alkoolit, e bigjozit, edhe punëve tjera të shumta. Edhe Ramazan nuk e di ku dera xhamisë. Edhe Ramazan nuk e di çka është namazit. Krejt këto janë rezultat pra të gjunave, privohet pra nga punët e mira. Po ashtu, të ndershëm vëllezër, gjunahet errësojnë zemrën. E errësojnë, kështu ka thënë pejgamberi sa. Çdo gjunah që bëhet e pikson zemrën, e vendos një pikë të zezë. Çdo gjunah, llogaritni mbrana ditës, veç një gjunah më bën. I bie 30 mëkate, 30 mpiksime gjatë mujit. 360 pika në vit. Veç ka një gjuna. Mbrana vite, pra nxihet zemra. Por mbrana 10 viteve, 20 viteve, 30 viteve. Për atë arsye nuk është çudi që gjunahet bajnë që njerëzit i ndëgjojnë ligjëratat e hoxhallarëve, kanë lidhën për tubime në rastet të pamës, të vdekjeve, ahenge, të fol hoxhallar, ai i merr gjona me lehtësi. Pse? Se zemra nuk i absorbon këtu, zemra nuk i kap. Prandaj duhet të pas kujdes me rru zemrën. Po ashtu, të ndershëm vëllezër, gjunahet, unë po munduam mi përmend disa gjëra që po i shohim me sy. Se ka shumë me mia, ka dëme që i shkaktojnë gjunahet. Gjunahet, mëkatet, humbin turpin, marrën, ato që po shohim sot vëllezër. Marrën, s'ka marrë fëmijën ndaj prindit, s'ka marrë reja ndaj vjerit. Del me turliteshe, marrë i vjen vjerët me çukryt për pjetë, pej lakuritësisë të rejës, pej gjoksave të saje, pej zbulimit që ka. Edhe pej tjerëve, së shkon musafir, se s'ki ku shkon. Wallahi vëllezër Ramazan. Na nëse s'përmisohemi Ramazan, nuk mujna mu përmisu. Do të me kam pak ma tash për Ramazan. Do të mi thonë, oj qika jam, që ky Zot, që ju konë të nana jote, edhe të gjyshe jote, është ky Zot edhe sot. Qysh e ndalë nana tona edhe gjyshe tona? Qysh të me gjokë se qeli ndalë e me kam shpluta? Jo, vëllahi. Vëllezër, modernizimi nuk sjell senet mira. Modernizimi sjell fatkeqësi. Prandaj duhet më fol vëllezër. Pra si vjeher, foli rejës, si qikës tane, edhe qikës foli. Se nuk kanë rregull kjo punë. Se Allah mund me ta morë shpirtin qështu qëshje. A mund me ta morë shpirtin? Wallahi mundet. Nëse na heshtmi, na si prind, si bashkëshort, si vjeher, si vëllezër që i kemi pra motrat tona, jemi pjesë e gjinohet tyne, se kena hesht. Pra duhet me pas kujdes se gjinohet pra hub marrën, e hub turpin, edhe ju po e sheni, mediat lëbojnë ma dje për me hub turpin.
Marrë, s'ka marrë, pse me pas marrë? Po e vreni, kush dele dhe sot flet në për media? Njerëz pa farë vlere. Ai s'ka vlerë, as fetare, as sociale, as arsimore s'ka, del flet tulli aktori, tulli. Edhe tash lihet fjala e Allahut për një person i cili bën propagandë në media. Përfundimisht të vëllezër, nga kjo pikë, turpi, gjunahet sjellin fund të keq. E fundit çka mund me sjell, gjunahet sjellin fundin e keq. E fundi i keq determinon rrezikun e tardhmës. Fundi i keq o vëllezër nuk çon xhenet. Gjunahet pra rrezikojnë xhenetin. Aja vlen me rreziku xhenetin por një qef. Qefi o vëllezër shumë me pak centimetra motet. Ato që kanë bojnë me ushqime që janë ndalune, alkoole, krejt që ka ushqime, pije, e kanë një 5 cm në fyt, që ato është me shiju, për që ato është në gjendi me rreziku xhenetin. Se si të hinë barki nuk di me dalu, stomaku, nuk di me dalu, çka është e ëmbël dhe çka është e errë. Vish një pjesë e fytit është. Aja vlen, nuk ja vlen. Aja vlen për pak qaste zotëruna me prej haramin, amoralitetin, e që është përhap me të madhe vëllezër. Me të madhe është përhap. Kam folë dhe do të flasmi të në kiamet, inshallah. Ma shumë shtëpia publike rreth Prishtinës se xhamia, se shkolla, se institucione. Vëllezër, na duhet mu lut paktën Allah më na ru prej ndëshkimeve. Dhe pjesa e fundit e hadithit është wa sakata an ashya'a rahmatan lakum. Këshilla pejgamberit alaihi që të komentu. Allahu ka hesht, jem të shpjegu për normat. Allahu ka hesht ndaj disa gjërave për shkak të rahmetit që ka ndaj juve. Ghayra nisyan, jo nga harresa. Fela tabhathu anha, mos i kërkoni, mos i hulumtoni gjërat që ka hesht feja për to. Pra, që kjo është këshilla e 4 që pejgamberi alayhis salam e ka thonë në hadithin e Buthalebe el-Khushani. Pra, pi rahmetit të Allahut është o vëllezër, Allahu ka hesht në disa sene. I ka lënë heshtje që na me kalimin e kohës me i rregullu. Për shembull, sikur të kish folë Allahu që ka marrë një kohë, ani pse kalimi është përmend kjo çështje, ka marrë një kohë që njerëzit kanë me dalë teknologjia, kanë me dalë për shembull veturat, aeroplani, mos hypnin to. A ka mujt më na lemru Allahu përmes Kuranit ose përmes pejgamberit, ka mujt, ka hesht. Pse? Nëse na i shfrytëzojmë për hajër, lejohet. Ose për teknologjinë e sodit. Teknologjinë e sodit, për rrjetet sociale të ngjashme, a ka mujt më na paralemru Kurani se Suneti? Po. Që zban me i përdorë si ndëmshme. Ka hesht. Pra, këto një prej shumë shembujve, ose disa ushqime që nuk i kanë para 50 vjetë, 100 vjetë, 1000 vjetë, si i kanë që përdorën sot konservuara ose të ndryshme, ka hesht që dietarët e asoj kohe, ata që në thirrur, ata marrin vendime bën apo nuk bën. Këto hynë shumë gjëra, qoftë lejune, qoftë ndalune. Ka hesht. Ka hesht ndaj disa gjërave dhe në trupin tonë. Për shembull, kërkoj mirë kuptim, por ne duhet më shpjegoj këto gjëra. Për shembull, ai që shkon në haxh ose në umre, i shkurton apo i rrum flokët. Është rregull. Çdo xhumë, çdo javë është e parapëlqyne rrujtja e çimeve të nënsjellave të avretit. Po janë disa çime në trup që ka hesht feja. Çimet e gjoksit, meshkujve, kamve, ka hesht feja. As ka thonë është ndalune, as e lejune. Ka hesht. Por kemi që si gjëra që ka hesht për çka? Rahmeten lekum, për shkak të rahmetit që ka Zoti ndaj juve. Pse? Se janë disa gjëra që me zhvillimin e njerëzve, ato ju keni me marrë vendime vetë. Jo në mënyrë individuale, po thirrrit e asaj kohe marrin vendime. Ghayra nisyanin, po thotë pejgamberi, Allahu nuk i ka bërë këto nga harresa, e Allahu për këtë punë thotë, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Zoti jot nuk harron asgjë. Pastaj thot Allahu xhela xhelalu, la yadhillu rabbi wala yansa. Zoti nuk gabon dhe nuk harron asgjë. Këto në ajetet e Kuranit. Prej cilësive të Allahut, atributeve, sifateve të Allahut është që Allahu nuk harron. Pra, Allahu ka hesht ndaj disa gjëra për shkak se na e shohmi hajrin. Mos i hulumtoni ato. Pra ato gjëra që ka hesht feja mos i hulumton. Shpesh për shembull na bëhen pyetje neve, ka njerëz që s'kan bën kurr, Allahu nuk ka me vet, çka ka në planetin. Kur s'na vet Allah. Po ka disa njerëz vend që me vet, po çysh mirë ta vdesi mirë.
Unë si agjerus që të bekon, unë si namazli, ai shkon vetë për kosmosin. As nuk është i thirrur, as nuk ka shkollë për ta, edhe kur Allah nuk vetë për ta, çka ka në ndeti. Kur Allah s'vetë për këtë punë. Vetë diçka që Allahu pra ka me të pyet për to. Se unë pas në zgjat pak të gjatën, kërkoj me kuptim. Po du me përmbyll, se ka shumë çka për me thonë, pra të ndërshëm vëllezër, ky hadith është shkollë. I shkurt, kjo është pika 4, që t'jemi pa të kujdesshëm në gjërat që nuk i ka zbulu Allahu, nuk në ka ngarku Allahu, hesht merru me ato që kanë obligime kry, largo prej ndalesave, mos i te kalo kufit, që është të bëhemi besimtarë të mirë. Allah na bëhet për besimtarë të mirë, të devotshëm. Zoti shpërblyej për vëmendjen. Alhamdulillah rabbil alamin.